Që të tha dhe mentori, na kena folë shumë në për studiet televizive dhe kemi folë aty ku kemi mujtë e ku kemi mëri. Po këto është një fakt i dhëmshëm që institucionet përgjegjëse të cilat e kanë të drejten më marrë me ato, më marrë me atë fenomen, më marrë me gjykatën speciale. Derisa ja përcaktojnë ligji, ata nuk bëjnë asnjë veprim. Domthonë kjo e bën dy herë dhimbtën më të madhe. Na mujna me fol, kemi fol e do të flasim përderisa çlirimtarët tanë të janë Hag. Nuk she një status, nuk she ai djali që është zëdhënësi i qeverisë që del me thonë diçka për këtë rast. Ministra e drejtësisë, de facto se ministri i drejtësisë ai se e pa temnin që janë vajnë të pësi. Si e quajnë ata? Sallahu një mbjen. Po. Nuk institucionet që janë të thirrura për atë punë me mbikëqyrën kuptimin sa ja lejon. Ligji nuk e thot asnjë fjalë për rastin e sotit. Kjo nuk është në nënçmim për një çlirimtar, kjo është në nënçmim për komplet popullin shqiptar. Se në fund ditës, sot në Kosovë është vetëm dita forcës, në kuptimin e asaj që është si datë në kalendarin e Kosovës, po si datë e rëndësishme për shqiptarët është dita e shpalljes pavarësisë së Shqipënisë, e na derisa jemi bë shtet syt ka Shqipënia i kemi pas. Dhe mbar kombi shqiptari ka pas syt ka Shqipënia. Domthonë këta pikërisht në këtë ditë këshyrin më të devalvu si shqiptar. Po pse fatkeqësisht dikush se ndjen veten shqiptar si kur bie fjala ai. Se pat vaja, ai ministri sa po. Po. Nuk e merr mundin dy rreshta më shumë për këtë rast. Domthonë kjo dëshmon. Qëre me kap të parën e me dalë në shesh me thonë unë nuk e dua u që kënë, sutra nuk kërkosh. Veprimet të cilat i bojnë, do më thonë ty të dojnë me kuptu që këta jo që e dojnë, që nuk e dojnë, këta e urrejnë, kanë urrejtje patologjike. Nuk të kërkosh me thonë një fjallë. Për këtë shtetë që kanë kontribu, e që besa e kanë qitë edhe jetën e tyne në luhaj, për me orë sot na me folë këtu të lirë në studio. A ti marrë kushin akona e kena taku këtë periudat, se kanë herë në studio televizive në nëzehëm. 2 policë e kanë menaxhu komplet rajonin e Fushë Kosovës. 2 policë e kanë menaxhu komplet rajonin e Lipjanit. 3-4 policë e kanë menaxhu këtë Prishtinën. Po, a menoni marrë një herë që sot na këtu s'kishëm kanë ullë. Mos të shinkon do gra e do bura që e kanë dash për një me këtë vend, e që e kanë te i kalu vetë për një me. Më kujtohet një moment kër e në shku në Rambuje, për shembull, Ibrahim Rogova, Hashim Thaçi, e të tjerët, janë shku pavarësisht mos pajtimeve që i kam pas, për janë shku qaf për qafe. Domthoni kanë lani natët sepse u konë pyetje shteti Kosovës, vendi, populli i Kosovës. Po këta këtë farë, këtë sort, ku e gjetëm, ku e mjellëm, kush na i sjeli. S'ka pikë empatie për këta njerëz. Unë besoj shumë sot, në kuloarët e tyne sot kanë me bo fest. Kanë me bo fest, për to mund më nga kalëzua negji ma shumë, kanë me bo fest që ja kanë bo ato sot një çlirimtari pavarësisht që nuk dua me full për emnat përveçshëm, mund t'jetë Hashimi, mund t'jetë Rexha, mund t'jetë Jakupi. S'ka fare rëndësi cili është. Ata nuk janë në emnat të përveçshëm atje. Zoti vajnë të pësi, du të me kuptu, ata nuk janë emnat të përveçshëm. Atje janë historia Kosovës. Është njëjtë sikur me provu sot, me shku, mi nxjerr eshrat nga varri Ibrahim Rogovës. Do më thonë që ka që është ekuivalenca e rëndësisë që ka ndodhë sot. Na e minimizojnë ashtë do gjë. Hajtë be lejatë pune që. E që bëjtë. Qa? Kush janë ata? I këdo hajnë e në. Kjo është tregimje që u mjellë në për vite. E kjo, menoj, më falë që u zgjata, kjo me thonë kështu në terma marka ik,
Kjo ku më na i thy qafen, edhe nuk ku me kona e ditë e largët. Qafen ku më na i thy, sepse na këna njës më bosh është një mas menjose. Së vlerësojna kur gjë, strajtojna kur gjë seriozisht, edhe kjo është fatkeqësi që pëndodhë t'i vene. Afërtit, krahas asaj që ka ndodhi sot në Hagë është edhe në këtë datën 28 nëntorit është edhe reflektimi i raporteve që tashmë i kemi me Shqipërinë. Që është raportet në momentin që po flasim edhe çka do duhet bënim, a jemi në rrezik që raportet tona diplomatike të shkojnë edhe më keq me Shqipërinë? Ka që varet kush është në pushtet, se na raportet në Shqipëri nuk është që kemi pas të qia më përpara, po raportet në Shqipëri... Këto 5 vitët e fundit nuk i kemi në momentin më të mirë. Pushteti në Kosovë ka dasht, i ka mbjell të tilla raporte, pra i ka kriju të tilla raporte me Shqipërinë, po thujse edhe me pjesën tjetër të shqiptarëve në Maqedoninë, e dim edhe çfarë raporte ka edhe me Ali Ahmetin, domethënë kanë ndërhyje, këto janë këto idetë ose çfarë Albin Kurti ka tentu edhe si ka dalë, sa më pas mujti është bo lideri shqiptarëve, s'mujti Shqipëria s'java atë mundësin kur shkoj atje dhe pastaj i kemi këto raporte, kështu që i kemi. Mu mërë mirë që pash presidentën sot në Vlorë të partën të shkoj dikush prej neve atje, se të ke funit jemi shtet, është presidente, është institucion, pavarësisht apajtona unë me... Presidentja gjithmonë ka qenë? Po mërë mirë që tjej përfaqësumë, jo edhe gjithherë, nuk është që ka qenë edhe ajo gjithherë, se kur ti t'jesh në një linja me dikën, si që është ajo me Albin Kurti, nuk mund është gjithherë me konë pësa i mire dhe me pjesën tjetër. Ajo që ke e randë për mungësat, edhe është shumë e vërtej që është tha mentori se na festën e 28 nëntorit e kemi trashërjumi, na gjithë jemi rritu e festu festën e 28 nëntorit. Do më thonë, unë e di agjallartë e me kilometra kanë ba me shku te një katun pëshi i mentorit atje me pa filmin e 2 të 28 nëntorit. Do më thonë, që anë e Rocky Shqipnin, të na nuk e Rocky Shqipnin. Kjo ka qenë një farloj tradite që është mbjellë të na. Tani, edhe ju, edhe të gjithë. Ta shto këtu si kësaj feste janë lidhë 2 data tjera, data e daljes publike të UÇK-s dhe edhe ditindja komandantit e legjendara Demja Sharit, është bo si fest edhe më madhështore. Dhe më thonë, në kuptimin që na i festojmë të trijat zakonisht përmenën gjatë ditës së sotme. Dhe njerëzit që janë ideatorë të UÇK-s, janë në Hagë, njërin nga ta është ka qenë në mesin atyne që ka dalë publikisht regja me 28 nëntor, edhe të matë një gjykim ndaj tyne për me ka qenë edhe e pa drejt, edhe e olt, edhe gjithë shka. Unë në momentin që dëgjova që presidenti tha që ka kërku me marë fjale në gjykatë dita që ka me dhonë një mesazh, e parë që ka me dhonë një mesazh, edhe e dha mesazhin, edhe merdë, jo për ta, merë keq për neve si popull ose si vend, që lejojmë që presidenti një shteti dhe themelusi UÇK-s me ndalë më gjyku në ditën e shpallës së pavarësisë ose në ditën e daljes publike të UÇK-s. Por qa me ba, jem që shem. Fjalimi ti, përveç mesazhit që edha, Kosovë, në Kosovë është sot fest, është